لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Allahun e falenderojmë, lavd falenderimet vetëm për to i drejtojmë, salavatët dhe selamet, lavdrimet, bekimet ja drejtojmë pejgamberit të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që knasia e ti, mshira e ti, falja e ti, rahmeti i ti, bekimi i ti, le të jetë mbi ne dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, jemi duke shpjegu pjesë, ato pjesë cilët lexohen në namazin ton. Pjesë nga Kurani, nga duat, nga lutjet, nga udhëzimet e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Gjitha ato, prej tekbirit Allahu Akbar dhe deri te selami, do t'i shpjegojmë një nga një, dhe tani jemi duke shpjegu kuptimin dhe domethënien e surës Al-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Aleminit, që e lexojmë në çdo namaz, në çdo rekat, 17 recate farze, vetëm farze, në çdo 17 rekat, pra lexohet Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pse jemi duke i shpjegu këto pjesë që lexojmë namaz, me të vetmin qëllim që namazin me ngrit në shpirtrat ton, me i dhonë në rëndësi edhe më të veçantë, edhe kuptim më domethënës ibadetit ton, namazit ton, njën prej shtyllave kryesore të dinit dhe të islamit. Kemi përmend disa herë se kur do të shtrihemi gjithë në varr, llogaria e parë që do të jepet pas imanit në Allahun subhanahu wa taala është namazi. Prej sharteve dhe kushteve të islamit, bazike dhe të prej të parave është pra imani në Allahun subhanahu wa taala, shahadeti, dhe me njëherë pra prej të parave e dyta pra është namazi, falja e namazit. Lusë Allahun subhanahu wa taala që namazin, këtë shtyllë kryesore të dinit, ta bëj dashur në zemrat tona. Thuni amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi, falenderimi i takon Zotit botnave. Ar-Rahman, Ar-Rahim, i cili është i gjithë mëshirshëm, mëshirplot. Maliki Yawmiddin, ky Zot, Zoti i botnave, i cili është i gjithë mëshirshëm dhe mëshirplot. Maliki Yawmiddin, është mbret dhe sundues në ditën e gjykimit. Iyake na'budu, o Zot, vetëm ty të bojmë ibadet dhe vetëm ty të adhurojmë. O iyake nesta'in, dhe o Zot, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ihdina siratal mustaqim, o Zot, na drejto, na udhëzon rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyne, cilët ki dhon shumë të mira dhe mirësi. Ghairil maghdubi alejhim, jo në rrugën e atyne që ti je i ullnum ta. Pra jahudit, Waladh-dhallin, edhe jo në udhën e atyne cilët ti
i ke humbë dhe ata jonë të humbur, pra është për qëllim krishtent. Amin. O Zot, bone kabul, pranoje këtë dua, këtë lutje. Pra elhami, këtë domethonje dhe këtë kuptim. Pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem i dha rëndësi, se është e rëndësishme. Se pejgamberi alayhi salatu vesselam në disa hadithe na tregoi për rëndësinë dhe vlerën e elhamdulillahit, se ka të rëndësi se Allahu azza wa jall një gjatë tillë ka bot tillë, të rëndësishme dhe të vlefshme. Dhe aq e rëndësishme, namazi jo nuk bën pa elhamdulillahin. Kështu që çdo besimtar, çdo rob i Allahut, çdo namazxhi duhet di për vlerën dhe rëndësinë. Përveç kësaj, këtë rëndësi dhe këtë vlerë ta përcjell edhe tek tjerët. Ta përcjell edhe te ata të cilët nuk e falin namazin. Ta përcjell edhe te ata të cilët nuk janë në xhami. Ti kallzoje se na tu e fal namazin, tu e lexu elhamin, kënaqemi me iman dhe besim. Dhe kështu e ruajmë imanin dhe besimin ton dhe jemi më afër Zotit Gjelle Gjelalu. Hajdeni edhe ju afroni më afër Allahut. Hajdeni edhe ju falni namazin. Të nderuar vëllezër besimtar, këtë emanet ta përcjellim edhe tek tjerët. Këtë emanet, këtë mirësi të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Elhami, namazi, që namaz lexohet elhamdulillah dhe jemi tu i dhon kuptim dhe domethënie. I japim kuptim dhe domethënie namazit ton, ne duke i mësuar këto, t'ja u përcjellim edhe tek tjerë dhe t'i kallzojmë, vallahi na jemi tu kënaq me imanin ton. Ne jemi tu kënaq me namazin ton. Ne jemi tu kënaq me ibadetin ton. Ne kur t'him namaz dhe thojmë Allahu Akbar, e lexojmë elhamin para Zotit Gjelle Gjelaluhu. E ti, si robi Allahut, si besimtar i cili namazin tënd je duke e lexu elhamin, a di ti çfarë bisede, çfarë muhabeti dhe çfarë lidhje po bën me Allahun Gjelle Gjelalu? Nderuar vëllezër besimtar, është një hadith shumë i vlefshëm dhe i rëndësishëm që tani do ta kujtojmë së bashku. Do ta mësojmë së bashku që na kur e lexojmë elhamin, çka do me thonë leximi e elhamit namazin ton? Pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem thot, na tregon një hadith, ky hadith është hadith edhe kutsi, fjale Zotit Gjelle Gjelaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi vësallem na tregon, thot, na kallzon Zoti Gjelle Gjelaluhu për elhamin, për qëtë elhamdulillah që ne jemi tu e lexu namazin ton. Allahu thot, namazin e kam nda në mes meje dhe robit tim dy pjesë. Pra namazin, Allahu Azza ve Jell thot e kom nda mes meje Zotit Gjelle Gjelalu dhe robit tim dhe ai që e fal në dy pjesë. Qysh? Kjo ndarje, kjo lidhje, kjo ndamje përgjys mes Allahut, Allahu Azza ve Jell po ndon diçka, po e ndon namazin me Zotin Gjelle Gjelaluhu. Duke e lexu elhamin, çka thot Zoti Gjelle Gjelaluhu? Ti, unë, besimtar, çdo rob i Zotit, tu e lexu elhamin namaz. Çka thot Zoti Gjelle Gjelaluhu? Çfarë bisede ti bën me Allahun Azza ve Jell, veç duke e lexu elhamin namaz? Apo e dini? Ta mësojmë së bashku. Allahu thot, e kam nda namazin mes meje dhe robit tim dy pjesë, dhe robi jem është dhe e robit është ajo që e lyp dhe unë ja jap. Kur thot namazgjia elhamdulillahi rabbil alemin, Allahu thot më falenderoj robi jem. Veç ti kur e lexon elhamdulillahi rabbil alemin, ti po thu, po të falenderoj Zotin, Allahun Zotin e botnave. Allahu Azza ve Jell po ta kthen dhe thot, robi jem falenderoj mu.
Ti po e lexon elhamin, po e lexon ajetin fillim, elhamdulillahi rabbil alamin, Zoti Gjelle Gjelaluhu po ta kthen. Ti po e kujton Zotin tokë, Allahu po të kujton qiell. Veç kur po thu elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu po thot më falenderoj robi jem. Vazhdon dhe thot, Allahu thot kur thoje robi jem Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu thot më lavdroj robi jem. Kur e lexon elhamin, elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu thot më falenderoj robi jem. Kur thu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu Azze ve Gjell thot më lavdroj robi jem. Falenderoj, më lavdroj. Apet po të kujton. Allahu Azze ve Gjell thot kur thot robi jem Maliki Yawmiddin, Allahu thot madhroj robi jem. Po madhron robi jem. Allahu thot kur thot robi Iyake na'budu ve iyake nesta'in, namazgjia kur vjen, kur mrin këtë ajetin dhe thot Iyake na'budu ve iyake nesta'in, Allahu Azze ve Gjell thot kjo është mes meje dhe robit tem, dhe robit çka doje, çka kërkon i jap. Pra, elhami është thelbi i çdo gjoje. Po brenda për brenda elhamdulillahit, thelbi elhamdulillahit është fjala Iyake na'budu ve iyake nesta'in. Vetëm ty të adhuroj, bëj ibadet. Dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. E kur e thot robi namazia këtë pjesë, Allahu Azze ve Gjell thot kjo është mes meje dhe robit tem, dhe e robit është çfarë ai kërkon. Kur thot robi ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alejhim, ghayril maghdubi alejhim waladdallin, amin, Allahu thot kjo është për robin tim, dhe e robit tim është ajo çka e kërkon, çka e lyp. Pra çka ti lyp Zotit Gjelle Gjelaluhu, Zotit jep. Me çka ti lutesh Zotit Gjelle Gjelaluhu, Zotit Gjelle Gjelaluhu ka parasysh kërkesën tonde, nevojën tonde, hallin ton dhe nderin ton. Për çeto Allahu Subhanehu ve Taala thot namazin e kom nda mes meje dhe robit tem. Çdo ajet elhamit që e lexon, Allahu Azze ve Gjell për kujton. Lusim Allahun Azze ve Gjell të jemi çdohem për kujtimin e tij. Lusim Allahun Subhanehu ve Taala që namazin ta bëj dashur në zemrat tona. Që me këtë namaz të kënaqemi kur i lutemi Zotit dhe kur e falim namazin, i lutemi Zotit Gjelle Gjelaluhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na bëj të mundur që në jetën tonë asnjë namaz mos ta lojmë dhe dalim me iman dhe me namaz pe kësaj dunjaje. Të nderuar vëllezër besimtar, këtë përmbyllje të kujtojmë edhe 5 mirësitë namazit ton. Çet namaz që po e falmi, çet ibadet që po e bojmë, ta bojmë mirë, ta bojmë kadal, ta bojmë që shikahije, ta bojmë që shelyp Allahu dhe që na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë namaz ta falmi mirë dhe kadal, qëndrimin kom qiyam ta bojmë mirë, qëndrimin ton në ruku ta bojmë mirë, mos gutmi, qëndrimin ton në sejdë ta bojmë mirë, mos gutmi, mos të bim në atë kategori ku njeriu nëse mund ndodh një njeri mu fal 60 vjet dhe Allahu Azze ve Gjell nuk e bon kabul namazin e tij. Pse? Se nuk e ka bo mirë ruku, nuk e ka bo mirë sejdë, nuk e ka bo mirë atë, nuk e ka bo mirë atë, dhe Allahu Azze ve Gjell nuk e pranon. Normal. Punëtori se punon një punë të mirë, se bon një punë të mirë, se kryn me përgjegjësi, se kryn me nder, çado ko punë dynjas e refuzume, e papranueshme, nuk pranohet. E te Allahu Subhanehu ve Taala. Atëherë ti kujtojmë këto 5 mirësi. Në 1, të nderuar vëllezër besimtar, namazit ndal prej punëve të këqija. Namazi ndal prej punëve të këqija. Allahu Azze ve Gjell thot inna salate tenha anil fahshai wal munkar. S'ka pik dyshimi që namazit ndal prej punëve të këqija. Për këtu kemi çka të folmi shumë, çka po veç diçka po ndaj me ju. S'pele djalin me ardh mu fal në xhami. Pse?
Hajtë bolë babës se unë e falna, kur të plakna, falna dhe mbën për ty. Ankohen njerëz, ankohen trit, sidomos ata që po janë në shkollë të mesme apo në fillore, apo jo, baba, prindi ka thonë, s'ka nevoj me shku mu falë, s'ka nevoj ti, nuk pelen. Qka? Nuk pelen me arë në xhami. Nuk pelen me ju përull Zotit Gjelle Gjelaluhu. E po mirë, hajde na që tu në xhami që jemi, ata bojmë një dua për gjallin tëndë, që nuk ja lejojmë na me bua dua. Edhe është ndalume me bua dua. Mi thonë iksit filanit fisteku që nuk e le gjallin me arë në xhami mu falë, se nuk bën ti po prishësh në xhami, nuk bën me u falë, jo me u falë, s'ki me u falë, hade na xhamati i xhamis na që tu po e bojmë një dua për gjallin tënë. O, nuk e bojmë, po hade shembull. Gjalli o tu bofti drogës, i rakiste, i kafës e i rizelhonës. A pranon na me bo që dua për gjallin tënë? Jo! E atër qka? Nuk për pranon me jo ardhë gjalli o të me ju përull Zotit Gjelle Gjelalu? Adi ki i padishmi. Padishëm peloj. Adi shka o ka bon? Është të punu kundra vetës se gjaj gjalli i ti, kur e fal namazin, në fund namazit e bon një dua për babën e vetë. Rabbene këfirli, o Zot, më falë mu, u e biluali dejni, fale babën tem dhe nonën teme. O ti i padishmit, mi thonë, gjaliot lutët namaz për ty, gjaliot bënduat e Zotit Gjelle Gjelaluhu, a diti shka je ka bon? Jetu e ndalu që gjaliot mos me bo dua për ty, përveç tjerave është edhe një kjo. Të nderuar vëllezër besimtar, të jemi të kujdesshëm këtë drejtim dhe ta përcjellim mesazhin se namazi sjell të mira. Një kjo edhe e dyta, dhe me këtë pikë po e përmbylli, tjerat pika i spjegoj në hutbën e ardhshme inshallah, veç këtë parën. Edhe një, të nderuar vëllezër besimtar, nuk o marre për disa që kanë firma e dyqane e nuk e lojnë punëtorin mu falë. Për gjuman, për punën e gjumas është e diqme se nëse biznesi dhe puna bot prej 12 dhe derin 12:35 pisit thire e zani dhe deri sa të falet farzi i gjumas, qaj fitim, qaj biznis për 35 minuta nëse bot e ki haram. Veç 35 minuta brenda javës, kohën e gjumas. Pse ti nuk vjen edhe ti me falë gjuman? Edhe punëtort me ilon me falë gjuman, ama keqe, që mu nuk ma ka marrë mendja, nuk ko mujt me besu, po boj ke vaki, edhe në Bujanocin ton, edhe në vendin ton, nuk e le vaktët me i falë, jo se puna po më hup. O ti i padishëm, për kundra zi, nëse ti e le punëtorin ton me falë, Allah të sjell bereqet në punën ton dhe biznisin ton. I bojmë apel. Ne mund Zotit Gjelle Gjelaluhu, leni punëtort në të falin namaz. Mos i pengoni, sepse e pengoni hajrin dhe të mirën punën dhe biznisin ton. Inna salate tenha anil fahshai wal munker. Namazit ndalon prej punëve të këshia dhe prej punëve të ndyta. Lusim Allahun Azze ve Gjell të na boj namaz gjithë, thuni amin. Lusim Allahun Azze ve Gjell të ullzoj trit ton. Lusim Allahun Azze ve Gjell të na boj të mundur që ne namazin ta falim deri në frimarjen e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ما لنا رب سوى لا إله